Thyen për dy ku ka pas vendin meritor, sot ka shok. A ka ndo zemra për gjysht. Kemi mbri në Malishev, jemi pak vonë për tubimin e PDK-s. Kemi me i pyet qytetarët se çysh po e vlerësojnë për krahjen e Fatmi Limaj që po ja ofron PDK-s në këto zgjedhje, edhe çka mendojnë nëse kish me qenë pjesë e listës së deputetëve Fatmi Limaj, pra si kandidat për deputet. Malisheva, komuna Malisheve gjithmonë është njohur si bastion i nismës. Kështu që të shohim çysh e kanë prit qytetarët këtë përkrahjen e Limajt, që tashmë veç se është publike. Për ata që dhanë gjithë shka me fitu lirin dhe me bo shtetin e Kosovës, për familjet e dëshmorve. Shëndetësi. Dhe ishta veç më pyet a kishit dash me pas Fatmi Limën në listë për deputet kësaj here. Vendimi i Fatmirit për neve është si lloj ligji moral. Dhe këtë qartë, Fatmiri ka para pa që me ka pjesë si përkrahje Partisë Demokratike, na jem çdo vendim i Fatmirit ojë mirëpritur për krejt Malishev. Do thotë vlerësoni pozitivisht. Qysh së për shmije, a ka ndo zemra për gjysht. U ka ndo, kur ju ndo atëhera? E tash apo nihesh më mirë? Qysh për një, që edhe në kom qenë ushtorë me këta, edhe kom pas gjithmonë marak më ku bashkë. Se kush e di për veti, unë e pa thëmë për veti. Shumë mirë. A mendon se ti shkon listë për deputet kish kontribu edhe ma shumë? Edhe ma shumë se ushtërator është njeri që një senet. Fatmi është pjesë e PDK-s, do të jetë pjesë e PDK-s, patjetër. Okej, pak ma heret na tha dikush se ju ka bashku zemra, se ju bashku Fatmi Lima me PDK. Gjithsesi. A mendon se njëjtë? Absolutisht, shumë e qellune. Ti shkon në listë për deputet, a mendon se kontributi shkon edhe më i madh? Nuk do të mungon. Nuk do të mungon edhe tani. Të ardhmen po mendon? Po pas patjetër, por kjo është një sinergji e re që do të krijohet për të ardhmen e Kosovës, për të mirën e për tonë të përbashkët. Është një përkrahje shumë të mirë, është këngusht, dhe në qëndrimet e tina dhe besoj që lëvrat e tina kamera përkrahjeve shumë. Nga se është një lider i mirë, i që ndëgjon ato elektorati shumë. E kemi ndëgjuar ku kemi qenë bashkë, po tarë besoj që kemi qenë më i suksesshëm. Nuk më ka pëlqyer vetëm atë fillim kur largu për PDK-s, po them drejt. Pra, është merit më kthyen PDK ku ka pas vendin meritor, sot ka shok, edhe ka këtë rrjetin e vet shokut të QK-s. Zoti Lima i shkurt prej Gazetës Nacionale. Çush po e sheh Malisheva, domethënë vendlinja juaj, çush po e sheh për krahjen që po ja ofron PDK-s. Qytetarët po e pëlqejnë, domethënë po e shohin si një veprim të mirë prej anës tuaj. Çush po e sheh ti? Qytetarët e Llapushës, besojnë atë Kosovës janë lodhur. Janë lodhur me këtë gjendje. Janë lodhur me këtë polarizim. Janë lodhur me këtë stagnim. Edhe gjithë bashkë duhet të rreshtohemi për t'ia dhënë një mundësi të re Kosovës. Një mundësi ndryshe. Dhe ne besojmë që në këtë moment, në këtë situatë që është zgjidhja më e mirë ky rreshtim i yni. Dhe oferta më e mirë është kjo që jemi rreshtuar me Bedrion kryeministër, jam i bindur që Kosovës do të jepet një mundësi tjetër. Tashmë fushata veç u përmbyll në Malishev, këta kanë me vazhdu PDK-ja domethënë për Drenas në Mosgabovsha, kështu e patën agjendën. Ju e pat pak a shumë çka po mendojnë Malishevasit për përkrahjen që Fatmi Lima po ja ofron PDK-s. Normalisht ata mendojnë që po të ishte në listë për deputet, kontributi do të ishte edhe më i madh.